Komisioni Evropian nuk ka dërguar fjalë urgjente vendeve anëtare dhe të gjithë qytetarëve të Bashkimit Evropian. 30 masa urgjente janë për të mbështetur vendet në mënyrë që të reagojnë shpejt ndaj kërcënimeve të mundshme. Qytetarëve u bë thirrje të pajisen me mjete emergjente për të paktën 3 ditë. Presidentja e Komisionit Ursula von der Leyen tha të mërkurën në prezantimin e strategjisë së re për bashkimin e përgatitjet, realitetet e reja kërkojnë një shkallë më të lartë gatishmërie në Europë. Qytetarët, shtetet dhe bizneset ka nevojë për mjetet e duhura ndaj krizave dhe në rast fatkeqësish që të mund të reagojnë shpejt. Me planin e veprimit, Komisioni përgjigjet presionit të krizave gjithnjë më komplekse dhe kërcënimeve të sigurisë. Përveç konflikteve të armatosura, përmenden edhe sulmet kibernetike, manipulimi dhe ndërhyrja e informacionit të huaj dhe fatkeqësisht natyrore. Qëllimi, garantimi i sigurisë dhe shpëtimi i jetëve me veprime përgatitore dhe të koordinuara nga BE-ja. 30 masat e urgjencës përfshin një apel për shtetet anëtare të Bashkimit Evropian që të inkurajojnë popullsinë të bëjë përgatitje praktike. Në këtë mënyrë, furnizimet jetike duhet të mbahen të disponueshme në çdo familje për të paktën 72 orë në rast urgjence. Gjithashtu në kurrikulumin shkollore do të krijohen hapësira për kurse përgatitore për situata të mundshme emergjente. Për spitalet, shkollat, transportin dhe telekomunikacionin, duhet të ketë kritere minimale për rastet e krizës. Kjo përfshin gjithashtu blerjen e pajisjeve dhe materialeve të rëndësishme në magazin. Do të ketë ushtrime gatishmërie në mbar BE-n që bashkojnë forcat armatosura, mbrojtjen civile, policin, forcat e sigurisë, punonësit e shëndetësisë dhe brigadat e zjarrfikësve. Për kompanitë, plani veprimit kërkon krijimin e protokolleve emergjente për të siguruar disponueshmërinë e shpejtë të mallrave dhe shërbimeve thelbësore dhe për të siguruar linja kritike të prodhimit. Në Gjermani ka udhëzime të përcaktuara se si njerëzit duhet të përgatiten për situata emergjente. Zyra Federale e Mbrojtjes Civile dhe e Ndihmës për Fatkeqësitë zyrtarisht këshillon se qëllimi duhet të jetë që furnizimet e urgjencës të mund të mbijetojnë 10 ditë pa blerje. Kjo shkon përtej kërkesave të BE-s. Në përmbledhjen shembullore të Zyrës Federale tregon se si mund të duket një furnizim bazë për 10 ditë. Nevojit janë rreth 2200 kalori në ditë. Gjëja më rëndësishme është 20 litra ujë për person. Përveç kësaj, janë rreth 3.5 kg produkte drithëra, patate ose oriz, 4 kg perime të konservuara dhe bishtajore, 2.5 kg fruta, 2.6 kg produkte qumështi dhe 1.5 kg mish, peshk dhe vezë. Përveç kësaj, duhet të jenë në dispozicion produkte higjienike. Gjithashtu rekomandohet një çantë urgjence me dokumente më të nevojshme, medikamente, veshje, thikë xhepi dhe çantë gjumi.